Kryetarja e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka deklaruar se lëvizja Vetëvendosje ka hequr dorë nga pretendimi për postin e presidentit dhe ka ftuar partitë opozitare të kontribuojnë me kandidatura konsensuale për këtë post. Sipas Nagavcit, PDK dhe LDK janë ftuar të propozojnë emra më unifikues jashtë skenës aktuale politike me integritet dhe kontribut të dëshmuar. Ajo ka bërë të ditur se pavarësisht deklaratave publike, deri më tani nuk është dorëzuar asnjë propozim zyrtar nga këto dy parti në lidhje me ofertën e vetëvendosjes për një president konsensual. Nagavci theksoi se lëvizja Vetëvendosje mbetet në pritje të propozimeve konkrete edhe gjatë ditës së sotme, duke kërkuar që palët të kontribuojnë në tejkalimin e ngërçit institucional. Sipas saj, qëllimi i këtij procesi është tejkalimi i krizës politike dhe sigurimi i stabilitetit institucional në vend. Aktori Görkem Sevindik, i njohur për rolet e tij në serialin Eşref Rüya, është takuar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë një eventi publik në një moment që ka tërhequr vëmendje të madhe. Sevindik, i cili kohët e fundit ishte bërë objekt diskutimi pas deklaratave të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ju drejtua Erdoganit duke thënë, siç e dini, Izraeli më kërcënoi. Në përgjigje, presidenti Erdogan u shpreh se nuk kishte dieni për këtë çështje dhe i uroi aktorit suksese. Ky shkëmbim u shpërnda shpejt në rrjetet sociale duke u bërë viral dhe duke nxitur reagime të shumta. Ngjarja lidhet me reagimet e mëparshme të ministrit Ben-Gvir, i cili kishte kritikuar aktorin për qëndrimet e tij ndaj politikës izraelite, duke përmendur edhe në një postim publik ku kishte bërë deklarata të forta për dënime me vdekje ndaj të burgosurve palestinez. Njohësi i sigurisë Avni Islami ka reaguar pas vendimit që gjykata themelore në Prishtinë i dha Jelena Gjukanovićit. Islami, përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, ka shkruar se sot u vëlos drejtësia pas Jelena Gjukanović u shpall fajtore dhe u dënua me 6 vite burgim për spionazh. Institucionet e Kosovës, duke vepruar si një mekanizëm i koordinuar dhe i pathyeshëm, arritën të dekonspirojnë agjenten serbe dhe rrjetin e saj. Kur në prova dhe faktet e mbledhura nga prokuroria dhe kur involvohet AKI-ja, nuk ka as më të voglin mundësi për t'i kontestuar. Mesazhi është i qartë, në Republikën e Kosovës nuk ka vend për agjente bashkëpunëtor që të cënojnë sigurinë dhe shtetin ton, ka shkruar Islami. Spionazh për bian Jelena Gjukanović dënohet me 6 vjet burgim. Ndryshe, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtore Jelena Gjukanovićin, ish zyrtare e OSB-s, duke e dënuar me 6 vjet burgim për veprën penale të spionazhit. Sipas akt gjykimit, Gjukanović është shpallur fajtore për bashkëpunim me shërbimin sekret serb BIA, duke përcjellë informacione të ndryshme që lidhen me sigurinë dhe institucionet e Kosovës.